Edhe kjo që pytet pra është fillesa se faza e parë kur dikush fillon trajtimin për zonë. Edhe kjo është pastrimi ose detoksi që quhet. Edhe kjo zgjat pak ditë. Pra, secilit person i duhen dikon rreth 7 ditë, të disa 10 ditë, që komplet drogat e del nga organizmi. Pra, në atë rast, a i del negativ në test, më del mirë. Kjo është kosgjatja e procesit të pastrimit kur del droga për organizmin. Në kuptimin tonë, kjo nuk do më thonë që ka marru kur gjo. Tek fillon procesi shumë e vështirë. Te gjashta numërojmë ditën e fundit. Pra, nëse del negativ, atëherë edhe nëse ka përdor më herët, procesi shku më herët. Pra, janë ata dy lloj përdorusësh që na i kemi, ose që na i përkufizojnë përdorus të drogave, që përdorin ka pas kohë, her pas here, kështu me radhë, edhe përdorus problematik të drogave. Përdorus problematik i drogave, cili do personi cili përdor 3 herë e më shumë një javë cilën do lloj droge. Kjo është njëna për kriterëve, po ashtu ka edhe tjera aty që janë mënyra përdorimit, konflikt me ligjin, mënyra përdorimit kur thash po është intravenoza, është që marrë vetë snefa, mënyra e përdorimit, pra këto janë përkufizimet për ta. Jo, nuk ka një mënyrë specifike. Një mënyrë e tillë specifike është një metodologji që përdoret në mjekësi, e quhet rapid detox ose pastrimi i shpejt. Por ajo ndodh brenda 24 orëve, por ajo bëhet në kushte komplet mjekësore, sepse duhet jetë në anestezion personi që e bën këtë metodë. Ose për këtë çështje se trajtimit, ne nuk e preferojmë shumë këtë metodë, sepse nuk është me rëndësi shpejtësia, sa është me rëndësi e tretmani afatgjat. Pra, testet janë testet e shpejta me urinë, është testi shpejt me saliva ose me pshtym, edhe testi me gjak. Këto dy testet me gjak dhe saliva ose pshtyma, atëherë ato tregojnë për 2 ditë e fundit, a ka përdorur, a s'ka përdorur. E urinës tregon për 6 ditë. Po, janë shumë teste sensitive, edhe janë shumë të sakta. Një lloj tillë testi përdoret gjithë botës. Kjo është një temë të cilën nuk isha të shkurt me diskutu, sepse këtu duhet diskutu detajisht mënyrë që mos më pas keq kuptime. Pra, a duhet a nuk duhet niveli i lartë ose niveli politik, këto ishte me shpjegu shumë ma gjatë. Se përket që ndodh në përbot, po edhe ato që menojmë na, është ne profesionet e caktuara, në punët e caktuara, si ato publike, si ato private, ka që bëhen teste për personat e caktuar që kanë punë të ndjeshme sensitive, edhe që nështrojnë testimit e drogave, jo drogat pa dhe alkoholit këtë rast. Pra, të niveli politik nuk jemi sigurt, të niveli profesional ose të tjerë, po disa sektor ishte të spakut e dijet që pëndodh me profesionistat e fushave të caktume që kanë punë të ndjeshme.